Me qenë se dul Amber, Gerta s'ka asnjë citat për Edhe thënë nga ty që ti gjithkohës ke qenë partizan e Gertës, në thojza le të themi. Po, pra është një lloj zhgënjimi, ka ardhur një lloj zhgënjimi. Gjithë nëse ke një opinion ndryshe dhe kush ka opinion ndryshe le ta them. A ishte Pandora më e fortë? Jo. Ama mendoj që Amberi nuk futej te lojtaret e dobta, më kupton? Amberi futej te një lojtare mesatarisht e fortë. E dëgjoj, jo, Amberi 2. Amberi 2 nuk ishte më lojtare e fortë që mendonim ne. Nuk e di a keni këtë përshtypje. Zakonisht hyrjet e dyta gjithmonë e marrin çik më avash dhe mund të ketë qenë dhe në kokën e Gertës që thotë prit se kjo po bën ndonjë plan, më kupton? Dhe ta krefi sa më shpejt. Por nëse Gerta do fuste në nominim Laertin, Rozanën dhe Gjesi, njëri nga ata do dilte. Që mendoj që mund të ishte Laerti mbase veti dyti me Bonën, a? Pretendoi një lojtar i fortë që për Gertën do ishte fitore. Megjithatë, unë nuk e gjykoj Gertën për vendimin e saj, sepse si Laerti në këtë rast me Valbonën, si Amberi, mendoj që janë i njëjti potencial. Nuk është se Laerti me Valbonën po bën gjë më të madhe se sa Amberi. Rikthimi i Amberit, unë mendoj që ajo ka qenë shumë e qetë, sepse ka menduar që do qëndroj më gjatë. Po, edhe unë këtë mendova. Sa unë të konsumohem kaq shpejt dhe sa të filloj luftën me këta, më mirë po e shijoj pak, po qëndroj. Po ka hyrë në ditën e 70 o Graciano, nuk ka më kohë. Një në fund. Po ka drejt Krisa, o Graciano, kur di në ditën e 70, nuk ke më kohë. Në momentin që publiku ty të voton për të rikthyer, do të thotë që ti e ke një target. Po sepse publiku do të shikoj tani të japësh gaz. Nuk u fut dot në shtëpi, nuk u fut. Graciano, do të gjë nga 3 rikthime që u bën. Okej, edhe një batut fundit se kemi ngjarjen e javës, daljen e Eglit nga shtëpia për të ndërmerrim. Thuaj nga 3 rikthime duke ata që tha Graciano, po nga 3 rikthimet që janë bërë në shtëpi, vetëm njëri ishte që i qëndroi linjës që nga momenti që doli, ishte Xhibani. Dy të tjerë për mua kanë qenë gjatë gjithë kohës ushtarët e Xhestit. Kan pas frikë lozë dhe Ambri ka pas frikë lozë. Sepse Ambri debati ka pas me Xhestin. Unë nuk e kuptoj ndoshta veç pse s'jum kon. Unë kur jam rikthy, me krahasoj pak a shumë si rikthem, kur kam pas biletin kthy se unë jam kthy hala më e fortë. Po Xhenet. Nuk e di pse hyrjen prej dyta i friksu, ke dalë pas informacione. Kur ti del jashtë dhe kur ti rikthehesh, më beso që është tjetër gjë komplet. Bilejmi mane për ta mbyll. E Graciano, ti bash çater i ki kret situatat ndodh që mundesh me bo situata personalisht me personin që e don publiku dhe me kthy publikun ka ana jote. Po, patjetër. Edhe dush me pas shumë guxim me bo. Desha me thonë kjo vajza më. Gerta e kishte të njëjtin shans dhe pajtoj me Gracianon, ajo duhej ta nominonte. Xhestin, Laertin, më falni, dhe Rozanën. Dhe kaq dhe edhe ishte një drejt për drejt matematikat. Po pse nuk e bëri kjo Bledimane këtë? Po pse nuk e bëri këtë? Është një qok nga ana e Gertës. Edhe mund të jetë. Cila kërkon që në finale të dhuron sot me idenë që do ja kthejnë dhuratën miq, po një muj koka kur do bëjnë këto? Jo, duke qenë një vajzë e fortë, mendoj se ajo kërkon që në finale të jetë me këta emra. Edhe unë atë mendova, që mund të jetë pjesë e dhe shtëpia do të më interesante dhe finalja do të më emocionuese, nuk do kemi një fitues. Po tani më fal pak, një finale aq të vështirë, nuk është se do njëri. Okej, ka mundësi. Atëherë kam idenë që fjalë fundi kështu që për të. Mbase konsideron Laertin më dobët se Ambri, pastaj edhe ka dashur Ambrin qenë të pador. A kuptoni ju një kuti Pandore për Xhestin? Një kuti Pandore për Xhestin? E di ku e ke Gerta Kexharin? Ke dera, ke Vodafone. Çfarë thotim? Po. Ti jepet Xhestit një kuti Pandore tani në këtë fazë loje, sidomos me atë mllefin e akumuluar Xhesti që ka ndodhur gjatë këtyre ditëve. Ndrojmë totalisht atmosferë nga Pandora dhe kalojmë ke lajmi i javës. Më përpara një falënderim shkon për Dental Med Austria, partner zyrtar tashmë i formuar i të diellës dhe trotuarit, vendi i dur ku ju mund të merrni buzëqeshin që dëshironi. Personazhe pafund kanë kaluar aty. Ja dhe kjo reklama që ka qef Bledmane me atë dasmë dhe takimin e madh familjar. Ja ku e kemi njerion. Ja ku e kemi dhe njërin prej tyre këtu, kështu që jemi në situatën e dur, në vendin e dur. Gjenki, dua një diskurs tondin, 60 sekonda për daljen nga shtëpia të Eglit. Unë jam krenare që fjalët e mia dalin gjithmonë. Unë kam thonë që ka me dal viktim e Xhestit, po nuk jam e lumtur për situatën e saj edhe se si ndihet ajo, se tek e fundit është femën, më vjen keq që është kaq e lëndume. Shpresoj që ka me marrë veten shumë shpejt, edhe më u rikthy jetës saj.
edhe me vlerësu vetën ma shumë se sa që duhet. Mendoj që ka bo vendimin e duhur. Se thua ti viktime gjestit? Dhe pse mendon që është viktime gjesti? Sepse ai djalë nuk mendon që ajo edhe deri këtu lojën e vet doli me një lloj digniteti. Unë mendoj që ka marrë dashuri nga publiku i jashtëm dhe mendoj që në personalitetin e saj nuk ka ceduar. Mos ajo brenda lojës do dëmtoj më shumë dhe ka dalë në moment saktuar se edhe të dish ti thush stop lojës, deli fituar, llogari është. Manosh, unë në fillim komendu që e ka loj, po duke u bazu se si po ndihet ajo se është shumë shtirë të jashme e pa se si ndihet ajo, po paka shumë unë jam kanë me një izolim edhe di sa është eron me kanë t'i keq edhe muni, menoj që nuk e ka pas loj, po ma mirë se sa që ka dalë se ai djalë nuk ka pas asnjëherë respekt për to, veç që ka shfrytzu për qeft veten, edhe nuk menoj që u kanë e dura ai me ullë të në kohën që ka fituar simpatin tënde personale Egli? Unë e kam shumë shtirë me... Se kështu po fleti duket që ke ndryshu radikalisht në raport me të? Jo, unë po flas veç në raport të lojës, jo diçka personale me ato, son as nuk e pëlqej, as nuk e urrej, po thjesht favor të lojës mendoj që ka bo vendimin e dur edhe ka mendu veten, edhe shpresoj që ajo vazhdon me mendu veten edhe mas daljes e nuk e ul ma shumë veten në raport me gjesten. Sepse ai njeri veç e ka shfrytzu për vete. Okej, opinioni jot, po? Jo, thjesht Egli tregoi që vërtet domethënë nuk ka qenë lojë, ashtu siç mendonin pjesa më e madhe edhe publiku të jashtë, ajo po bën lojë, po e bën për të marrë vëmendje, e tregoi vërtet që ndjenjat i ka pasur të pastra për atë, e tregoi që deri aty mund teste sepse ndjenjat ishin mbi zotronin mbi lojën e asaj që do të bënte. Ndërkohë që nuk jam dakord me atë që thotë Xheneta sepse Xhesti nuk ka shprehur në asnjë moment dashurinë dhe e ka thënë shpesh që unë nuk është se ndjej për këtë, por ndjehet mirë. Mund të keni shoqëri shumë të mirë me njëri tjetrin. Është shoqëri, më fal të lutem Deja. Deja të lutem. Ke sa dush njerëz që ja ta kthejun në përgjigje. Lozin, ngacmojnë, qeshin. Jo, Meridian, është ndrysh. Nuk e dua. Ajo thallat e ditë, orë ja tha Rozanës, thosh unë nuk e dua, tha çfarë bëj. Po çish nuk e dua e tani pse thirrti me fut në krevet, mu preke, mu puth ato. Ai në krevat thirrti këtë gocën e re, si e ka emrin kjo reqyr. Do të thotë. Po jo, po kjo e ka ditë që ky mundet me lut me Eglen, edhe po çata e ka thirr. Mendon që Xhesti ka nevojë për dikë për lutë aty. Po ka nevojë, sa i s'mundet me lut pa dikën. Po ti e ke pa, ti ke qenë gjëra se ti je eksperte. Shumë që ai s'ka nevojë për njëri për Egli. Kush luz vet? Jo, më pa në Kosovë su do lojtar het zamër. Sa dush duk lojtar. Prandaj mori topin faqësisht. Ai zamër dy fjalë s'den me lidh. Nëse, Meridian, pavarësisht se është pak të ri që e mos e kput. Ai thoshte kështu, po ka drejtë si dhe ndryshe nga ajo që thoshte në raport. Varur. 100.000 lekë brenda një dite, rekord kjo. Po nuk ka lidhje që ti e thu nuk kam interes për ty më fal Argjina. Nuk ka lidhje që ti thu nuk kam interes për ty edhe kënej shkon. Si të she ato pak mërzitshëm si klësh. Po pra sepse është një pak. Nuk dini dallun ju bota sot njerëzidhikun me harbudhikun.